më të votuar të gjitha kohërat, i cili do të kthehet fuqishëm prap në pranverë dhe do ta tejkaloj edhe këtë. Okej, tani Në këtë rast e kemi fjalën për kryeministrin. Mbaj fotografinë edhe më pak regjia, ma jep një deklarat edhe një përgjigje të sinqert. Ama me fishe, po të shikoj në sy, po të them të sinqert. Sinqert. Po. Kush do të ishte më mirë për kryeministër për ty? Jo, Lau Konjufca apo Albin Kurti? Jo, duhet jemi të sinqert, ne dim se... Jo, që t'jemi sinqert, prandaj ta bëra pyetjen. Unë them me plot përgjegjësi dhe sinqeritet që njeriu i cili ka fuqinë më të madhe në popull dhe për momentin është lideri më i votuar i gjitha kohërave, Albin Kurti është lideri i cili duhet jetë kryeministër, por për shkaqe që opozita e bllokoi, ne propozimin për kryetaret të kuvendit, gruan më të votuar, edhe tashme njeriu më të votuar të gjitha kohërat deri më sot, është dashur me lshupe. Ne kemi kjo është një lloj kompromisi apo i lëviz? Po dhe, unë e thash. Se Albert Reza dje tha nuk është kompromis, kjo është një përzgjedhje. Po jo, kjo është një lloj kompromisi. Jo, unë mendoj që propozimi ynë është bërë për shkak që ne vendin mos ta çojmë në zgjedhje pa e dërgu buxhetin, pa e miratu që me deri më në shkurt nuk dihet a mund ta kemi qeverin dhe mund të kemi problem me paga. Pa kush është përmbi 80.000 shërbim publik. Pa kush është duke menduar që nuk do të ketë zgjedhje, sepse parashikimet janë që Konjufca nuk i merr votat, sikur që nuk i ka marrë. Unë po flas që e thash edhe një herë një kronologji me datën 9 shkurt janë kry zgjedhjet parlamentare. Me 6 prill ftesa e ka shku kryetarit të LDK-s dhe është refuzu ftesa. Me 30 prill ftesa për kryetarin e PDK-s dhe LDK-s. LDK-ja refuzon ftesën, PDK-ja kushton emrat e gjithë kabinetit qeveritor. Me 5 maj ftesa për takim me kryetarin e LDK-s refuzohet ftesa. Me 26 maj se i kam shkru këtu, aktvendimin e gjykatës kushtetuese, me 27 qershor ftesa për të gjitha subjektet parlamentare, me 27 qershor